Zymer Karaliti nga zllëtari i Ferizajt ka një histori tronditjesh që e kanë traumatizuar deri në shkallën e pasojave shëndetësore. Keqtrajtimi gjatë demonstratave të vitit 81, vrasja e vajzës 14 vjeçare gjatë luftës së fundit, shto kësaj edhe varfërinë dhe mungesën e strehes së dinjitetshme i kanë shkaktuar këtij banorit të zllatarit vojtje të pafund. Sot, për këtë banor dhe për familjen e tij, kishte një ditë gëzimi, pas përfundimit të shtëpisë në fshatin Shqipashnis të Dardanës dhe përfundimit të qatisë të një shtëpie në Gjilan, shoqata humanitare Fenix sot vuri gurthemelin e shtëpisë për familjen 8 antarëshe Karaliti. Familja Karaliti deri tani kishte jetuar në kushte të rënda në një shtëpi që mendohet të jetë më e vjetër se 160 vjet. Hyjri Karaliti nuk fshehu emocionet derisa tregonte gëzimin e tij për ndërtimin e shtëpisë. Po them drejtën, shumë më gëzuar kur s'm kanë. Shumë mirë, se së kom prit këtë ditë blëm që bëhat këtë ditë për me paramenu me nis një temelja me nis, se shumë keq jam konë shpedjetër, me po të vetë. Sa antarëse? 8 antarë. Kjo shtëpi u thasë shumë e vjetër, mund të tregoni pak të historik? Valla, unë as gjyshi jem, së në moment, farë për e vjetër, është unë se moj men heq. Çfarë moshe ka? 80 vjetë. Ndërkaq në shoqatën humanitare Fenix, si gjithherë nuk mungon entuziazmi për punë, derisa shpresojnë që edhe ky vit të shkojë mbar si vitin e kaluar. Kryetari i shoqatës Fenix thotë se mënyra e punës me investim 50-50 po funksionon shumë mirë. Që besoj që shama se kur ka fillu këtë vetë, do të shkoj shumë sukur në vitin e kaluar. Gjendja me këtë familje ishte shumë gjendje të vështirë dhe besoj që shumë shpejt kjo familje do të gëzohet me këtë shtëpi. Këtu kanë bërë kërkesë në shoqatën humanitare Fenix dhe kështu që e kanë paraporë disa meshe shok të ndihmojnë kësaj familje, edhe shoqata Fenix me 50%, edhe kështu që kur kena preferu gjithherë, edhe deri me tash jem të shku 50-50 për arsye se kur po fillim me 50% edhe populli tani po ndihmon më tepër, edhe përshë që ajo familje nuk është duke ne dur krysh, por kur të ndihmon fshati edhe shoqata Fenix e sheh që është në gjendje që duhet të ndihmojë se familje. Sipas përfaqësuesve të shoqatës Fenix, kjo shtëpi do të bëhet me kulm brenda 15 ditëve, ndërkaq familja Karaliti pritet të hyjë në shtëpinë e re brenda një muaji.